Kanë thonë të parë tonë të mirë selefi, kush sprovohet në mosfaljen e namazeve nafile, ai gradualisht, do të thonë një njeri që s'fal kur namaz nafile, ai është shumë dembel përballë namazeve sunete. Ai i cili është dembel përballë namazeve sunete, ky është në rrezik të madh me humbë dhe farzi. Shqyqeni, kjo shkon në mënyrë zinxhirore. Ai keni pa gjyshat tonë. As një reqatë sunet me kik. Hiq. Se aje ka kuptu se namazi dreki si ka 10 reqate. E ka kuptu aje, namazi dreki si ka 10 reqate. Pik. Hiq bre. Ku me ditë sa pun me pas, ku me ditë sa angazhim me pas, aje e din se namazi dreki si ka 10 reqate. Namazi akşamit ka 5 reqate. Wallahi, isha do familjar të mi, gjinin femenore, nanën e tezet e hallat që falin namaz, kur nuk bën vakia me e fal ato farzin e akşamit e melon sunetit. Nuk bën vakia kur. Se ato prej momentit par, ata dhe ato e din se po e zojmë akşami ka 5 reqate, dreka i ka 10 reqate, ikindia i ka 8 reqate. Dhe kjo është një standard shumë e rëndësishëm për ne vëllezër. Se na duke qenë të pakujdesshëm, duke qenë neglizhent përballë suneteve, atëherë po na merr malli kur po falim nafile. E çka po thot Allahu? Thot nuk vazhdon robi me fal namaze nafile derisa ta fiton dashurinë time. Do të thonë, rruga për me fitu dashurinë e Allahut quhet rruga e nafiles. A rruga e cila ty të bën më kon ma pranë Allahut e ka emrin rruga e farzëve. Prandaj vëllezër, këtu duhet të bëjmë kujdes. Sa humbim subhanallahu. Veç me bë 365 ditë brenda vitit, 5 kohë namaze, sa rekate sunete jonë brenda një dite, a dhe një qëfa humbi është ajo. Dhe krejt prej neve kërkohet me ishtu edhe 5 minuta brenda namazit ton që ti e ke falë dreken ose ikindin ose akşam ose yatsin. Thojnë ulemaja, nuk dihet asnjëherë, nuk transmetohet kur, nuk është transmetu asnjëherë që pejgamberi alayhis salam kur ka qenë në udhtim nuk e ka falë namazin e vitrit. Kur nuk i ka ikë namazi i vitrit pejgamberit alayhis salam në udhtim. Kur hiç. Se jashtë udhtimit pejgamberi ka falë namaz natë. Nisfahu aw inqushu minhu qalila. Gjysën e natës apo më pak se gjysën e natës apo pak më shumë se gjysën e natës e ka kaluar namaz. Por në mëndëri ne kemi ardhë deri në atë gjendje, vallahi është gjendje keqe, por mos me thonë mjeruse, mjerim, me thonë spaku një reqatë fale vitrin. La haule vë la quwwata. 3 reqatë e vitrin. 3 reqatë e vitrin jonë. Me thonë, namazi vitrit e ka një peshë të madhe. Namazi vitrit e ka një mesazh të jashtëzakonshëm për ty dhe për mu, kur e përmbyll aktivitetin ditor dhe e mbyll një ditë e që ti dhe unë nuk jemi të sigurt ta kemi me fillu nesër një ditë të re. Se bim me vjetë dhe nuk di ma qomi. Mesazhi i namazit të vitrit, si ka paku i namazeve, është i jashtëzakonshëm. Për me e kuptu. Pastaj për mos mundalte ato që në kam su pejgamberi alayhis salam, që ka me lexuar rekatën e parë, dytën e tretin, dhe rëndësia aty në sureve, për mos mundalte lutja e kunutit, te duaja e kunutit dhe sa rëndësi të madhe ka ajo, e tjerë. Prandaj shiqojni ky hadith jashtëzakonshëm sa rëndësi të madhe i jep aktiviteteve vullnetare, ibadeteve nafile, të cilat na mundsojnë